para të gjithave duhet falënderu Paikun, që ka marrë iniciativë me këta grupë futbollistash kush i ka përjetu, i vlerëson më mirë, që mes tyre është edhe Selamidani. Ne jena pothuajse moshatar. Unë kam pa filluar me basketbollin, ky Esad Rakiqi filluar me futbollin, kështu që gjatë kohës që unë isha student, të gjithë aktivitetin e tyre ndhiqe, sidomos kur ishin në rastet në Tiranë. Por, kena hidhen më thellë, u bën një shoqëni që kena hidhen familje. Familjet tona shkojnë e vinë edhe sot. Fëmijët tonë janë një shoqëni, se kanë për qa mu lidhë mes tyre. Selamidani ka qenë futbollist, por ka qenë intelektuali i ekipit. Pra një person që ishte i zjanum në kulturë, në sjellje, të një familje jashtëzakonshme, që unë i kam njoft shumë rastësisht edhe kam një familje tyne si me një shtëpi teme. Pat me fatin që ky personalitet masi marrë karrierën e tij me oscilacionet e sportit si zakonisht, u bën një trajner i jashtëzakonshëm. Edhe me punu me një korrektes të madhe shumë me fëmijët e moshave dhe nga durët e tij dolen shumë futbollista, kaluan në Brenza, mes tyre kena dhe balen këtu, që ka rujt, gjithë secili ka rujt respekt të madh për te. Ndërsh në shkollë, ndërsh jashtë shkollët, të gjitha këto, ka e ty me lexu librin, shifni shumë gjana, thot e një pjesë aty që ky nuk ka fjetë pa lexu. Pra, ishte i nivelit naltë. Mba qefi shumë që kena në mes tonë, bashkëmoshatar jena, por që i kujtojmë këta gjana, sidomos nes që kena përjetu. Me këtë rast, i vërojmë shnet edhe i gjatë selës edhe familjes ti, sepse është një gjë mrekullueshme me met në kujtimin e shoqënisë dhe të gjithë njerëzve që e kanë njohur Selamidanin.